Imagjinoni pak, jemi në vitin 1258. Në qendër të botës në Bagdad sundon kalifi Al-Mustasim. Ai e sheh veten si trashëgimtarin shpirtëror të profetit Muhammed. Por në horizont po afrohet një armik me rregulla krejtësisht të ndryshme nga çdo gjë që bota kishte parë ndonjëherë. Kjo pra është historia se si një qytetëri madhështor 500 vjeçar u fshin nga faqja e dheut brenda vetëm një javë. Ky citat në fakt thot gjithçka, apo jo? Ajo që i ndodhi familjes së tij nuk ishte thjesht ekzekutim, ishte arkitekturë. Do me thënë, nuk kemi të bëjmë me dhunë të rastësishme, me një shpërthim të pakontrolluar, as pak. Kjo ishte një plan, një projekt i mirë menduar, i shkruar me gjak sigurisht, por i projektuar për dërguar një mesazh të tmerrshëm në mbar botën, për koston e tmerrshme të sfidimit. Pra, le të vendosim skenën për atë që do të ndodhë. Kemi dy botë krejtësisht të ndryshme në një kurs përplasje të pashmangshme. Nga njëra anë, qëndron kalifati Abasid, i lashtë, madhështor, plot vetbesim. Dhe nga ana tjetër, perandoria mongole. Po, ata ishin diçka krejt tjetër, sistematik, të pamëshirshëm dhe, siç do ta shohim, praktikisht të pandalshëm. Duhet ta kuptojmë se çfarë ishte Bagdadi në atë kohë. Për 5 shekuj të tërë, nuk ishte thjesht një qytet i madh, ishte epiqendra e epokës së artë islamike. Ishte, pa egzagerim, kryeqyteti intelektual i planetit. Këtu u shpik algebra, këtu u shkruan enciklopedi mjekësore aq të avancuara sa që do të përdoreshin në Evropë për qindra vjet më pas, dhe mbi gjithë këtë shkëlqim sundonte kalifi, një njeri që e shihte veten si as më pak e as më shumë se pasardhësin e profetit Muhammed. Por pikërisht këtu qëndronte problemi, një problem fatal. Kalifi Al-Mustasim dhe gjithë obori i tij ishin si thua të vërbuar nga besimi i tyre. Ata ishin të bindur se statusi i tyre hyjnor e bënte Bagdadin shpirtërisht të pathyeshëm. E kuptoni iden? Zoti nuk do ta lejonte kurrë këtë. Kjo siguri absolute, ky besimi pa lëkundur, do të rezultonte të ishte llogaritja më katastrofike e jetës së tyre. Pra, ky kontrast është thelbësor për të kuptuar gjithçka. Nga njëra anë kemi kalifatin Abasid, i mbështetur në 500 vjet tradit, në autoritetin hyjnor, dhe nga ana tjetër, mongolët. Po, ata nuk ishin thjesht një hordhi kaotike siç mund të mendohet, as pak. Ata ishin një mekanizëm, një makinë lufte e vajosur në perfeksion, me një proces të përsëritshëm të rafinuar gjatë dekadave lufte të pandërprerë. Dhe qëllimi i tyre ishte vetëm një, pajtueshmëri totale. Dhe tani, vim tek shkëmbimi letrave mes Hulagu Khanit, liderit mongol dhe kalifit. Por, duhet ta bëjmë të qartë, kjo nuk ishte diplomaci, as pak. Ishte, siç e ka përshkruar një historian, një nga dialogët më të jashtëzakonshëm në histori. Një përplasje e pastër midis qartësisë së tmerrshme nga njëra anë dhe iluzionit e arrogancës fatale nga ana tjetër. Letra e parë e Hulagut ishte e akullt. Nuk ishte një ofertë, ishte një paralajmërim përfundimtar. Ai kërkonte dorëzim të plot, çmontimin e mureve të Bagdadit. Mesazhi ishte i qartë si kristali: nënshtrohu ose do të shuhesh. Dhe vini re se si ai përdor gjuhën fetare kundër kalifit, do të tregoj kuptimin e vullnetit Zotit, një kërcënim i pastër. Dhe përgjigjja e kalifit? Po, ishte një përzierje arrogance dhe mos kuptimi total të situatës. Ishte refuzuese, madje fyese. Ai e quajti Hulagun, një djalosh të ri e ignorant, dhe u mbur se mund të thërriste ushtrin nga e gjithë bota islame për ta mbrojtur. Dhe për ta bërë gjën edhe më keq, lejoi që lajmëtarët mongol të talleshin dhe të fyeshin nëpër rrugët e Bagdadit. Në atë moment, ai nuk e kuptoi. Ai nuk po refuzonte një negociat. Ai sapo kishte nënshkruar dënimin e tij me vdekje. Fushata ushtarake që pasoi nuk ishte thjesht një betejë. Jo. Mongolët e orkestruan atë si një shfaqje, si një pjesë teatri psikologjik. Qëllimi ishte i qartë, të shkatronin shpresën e mbrojtësve, përpara se të fillonin të shkatronin muret e tyre. Dhe akti i parë i kësaj performance ishte një kurth gjenial dhe brutal. Një njësi e vogël mongole joshi të gjithë ushtrinë e Bagdadit, rreth 20.000 burra, të dilnin jashtë mureve të qytetit. Ata menduan se po shkonin drejt një fitorie të lehtë, por në vend të kësaj ranë në një pusi dhe u argësuan plotësisht. Me një goditje të vetme, Bagdadi mbeti totalisht izoluar dhe pa mbrojtës. Këtu shohim se si mongolët ndiqnin një formulë të pamëshirshme, pothuajse shkencore. Hapi i parë, kërkesa për nënshtrim, ishte refuzuar, dhe pastaj heshtje e llogaritur. Ata nuk sulmuan më njëherë, por e përdorën heshtjen si një armë psikologjike. Më pas, filloi terrori vizual.
Ata filluan të ndërtonin maqineritë e tyre të rrethimit në pamje të plot të mbrojtësve. Imagjinoni të merrin, duke parë çdo ditë të ndërtojë mekanizmi i shkatrimit tënd. Ishte një mënyrë për të krijuar një ndjenjë dënimi të pashmangshëm, matematik. E po, fundi erdhi shumë shpejt dhe në mënyrë metodike. Inxhenierët mongol, duke përdorur teknologji të marrë nga Kina, filluan të çmontojnë sistematikisht muret që kishin qëndruar aty për shekuj. Çdo rezistencë ishte absolutisht e kotë. Më 10 shkort, kalifi nuk kishte zgjidhje tjetër, ai doli nga qyteti për t'u dorëzuar. Këtu historia merr një kthes shumë personale dhe thellësisht poshtruese. Pas dorëzimit, Hulagu e merr kalifin dhe çon drejte në pallatin e tij, duke detyruar t'i tregonte ku fshihej thesari i tij i famshëm. Pyetja që i bën Hulagu është thjesht therrëse. Ai po e tallte hapur kalifin, duke e pyetur pse i kishte grumbulluar gjithë ato pasuri ndërkohë që ushtria e tij ishte keq pajisur dhe muret po i shkërmoqeshin. Në thelb po i thoshte: "Gjithë ky arr nuk të bën asnjë punë tani, apo jo? Nuk mundi t'i mbronte as popullin tënd as veten tënde." Dhe kjo përgjigje e tregon në mënyrë perfekte se si Hulagu e ktheu besimin e kalifit kundër tij. Kalifi i atribuon rënien e tij fatit, vullnetit Zotit, dhe Hulagu e thjesht ja kthen: "Dakord. Dhe ajo që do të ndodh tani, edhe kjo është vullneti i Zotit." Një goditje mjeshtërore psikologjike duke e pozicionuar veten si instrumenti i këtij vullneti hyjnor. Madje legjenda thot se Hulagu e mbylli kalifin brenda dhomës së thesarit dhe i tha të hante arin e tij. Ky akt simbolik ishte projektuar për të shkatruar të gjithë sistemin e tij të vlerave, për t'i treguar se pasuria, për të cilën sakrifikoi diçka, nuk mund ta shpëtonte, madje as nuk mund ta ushqente. Dhe kështu arrimte fundi i kalifit. Por kjo nuk ishte një vrasje e thjeshtë. Ishte një mesazh i ndërtuar me kujdes, siç e tham në fillim. Një ekzekutim si arkitektur, i projektuar për të dërguar një valë goditëse teologjike në të gjithë botën. Tani, për të kuptuar se çfarë ndodhi më pas, duhet të dimë një gjë shumë të rëndësishme, një tabu themelore mongole. Ata besonin se gjaku mbretëror nuk duhej të derdhej kurrë në tokë. Dhe ky besim shpirtëror i detyronte të përdornin metoda ekzekutimi që ishin në shumë raste psikologjikisht edhe më të tmerrshme. Ky nuk ishte thjesht ekzekutim, ishte fshirje e plotë një linje gjaku. Kalifi u detyrua të shikonte me sytë e tij fundin e dinastisë së tij. Tortura nuk ishte thjesht fizike, ishte një torturë psikologjike, duke e kthyer atë në një dëshmitar të pafuqishëm të asgjësimit të trashëgimisë së tij. Ky është imazhi i fundit, imazhi më i tmerrshëm. Kalifa u shtyp ngadalë për vdekje. Ai nuk vdiq si një martir. Ai vdiq si themeli literal mbi cilin pushtuesi i tij festoi fitoren. Ishte mesazhi përfundimtar i dominimit total, një mesazh i projektuar për të dëgjuar nga çdo mbret dhe sultan në botë. Pasi familja mbretërore u ekzekutua, filloi plaçkitja e qytetit, e cila zgjati një javë të tërë. Shifrat janë thjesht tronditse, burimet historike vlerësojnë se qindra mijëra njerëz u masakruan. Ishte një akt terrori i llogaritur, i projektuar për të siguruar që askush, kurrë, të mos guxonte të rezistonte perandorisë mongole. Por shkatërrimi nuk ishte vetëm njerëzor, ishte edhe kulturor. Duke djegur shtëpinë e urtësisë dhe duke hedhur aq shumë libra në lumë sa thuhet se uji u bë i zi nga boja, mongolët nuk po shkatronin thjesht një qytet. Ata po synonin të fshinin kujtesën, identitetin dhe shpirtin e një qytetërimi të tërë. Pra, rënja e Bagdadit nuk ishte thjesht një humbje ushtarake, ishte shkatërimi i një universi besimi, i një botë kuptimi që e shishte veten si të përjetshëm dhe të mbrojtur nga Zoti. Historia e tij na tregon se çfarë ndodh kur një mekanizëm i pamëshirshëm përplaset me një besim të verbër, dhe se pasojat e kësaj përplasje mund ta riformosojnë botën përgjithmonë.